Sa i përket sondazheve në PEI kena një angazhim të jashtëzakonshëm të kryetarit aktual, se nuk e ka prit që ka me shku në balotazh, ashtu që se kena prit shumica, kemi menduar se Gazi ka me fitu mbi 50% me dumaj tetor, mirë po jashtë nuk ndodhi kështu, dhe kemi një mobilizim të jashtëzakonshëm të gjitha strukturave të LDK-s dhe takime të përditshme të gazmaxherit me qytetarët, janë takime të përditshme. Taulandi është një djalë i jashtëzakonshëm, është një djalë i mirë, një djalë i shkolluar, por handikepi i Taulandit për në PEI është se u dalë shumë vonë. E pa ta thonë me 2 shtator kur ishin debatin e parë, vetëvendosja është vonu në paraqitjen e kandidatit saj, po ta kishte qenë vetëvendosja Taulandit ndoshta ka fillimi i këtij viti, sot situata do të ishte shumë ndryshe. Taulandi ka 27.8% dikon PEI, ndërsa Gazi 46 diçka. Pra Gazit i vinë vetëm 1.500 vota plus mi që ta që i ka pas. Kështu që çfarë do konstelacioni që të bëhet është vështirë që të ndodhë. Nesër prej orës 7 gjithçka fillon nga zero. Gjithçka fillon nga zero, por ajo që është votuesi i aleancës në mas të madhe, ose po dojnë me bojkotu këtë zgjedhje, ose po dojnë me dalë me votu Gazin. Një pjesë e vogël pas të vazhdojnë dhe ka Taulandi, PDK-ja po thuaj se dihet se është orientuar me koalicion përjetshëm, po thuaj se tashin bëu parti si motra në PEI, PDK-ja dhe LDK-ja, dhe po ashtu edhe komunitetet një mas të madhe e përkrahin gazmaxherin. Mund të ndodhë befasia, pra mund të ndodhë gjithçka që po thoni ju rezultati fillon prej 0-0, por nuk pritet befasin në PEI. Gazmaxheri do ta marrë dhe një mandat, por çka duhet me pas PEI-a, duhet me menduar se Gazmaxheri nuk mund të jetë gjithmonë kryetari i PEI-s, duhet me gjetë një lider të ri, duhet me këshirë me gjetë një figurë unifikuese që pranon qytetin e PEI-s dhe që pas 4 vite prapë LDK-ja ta ketë PEI-n, ose gjithsesi Taulandi pas 4 vite do jetë kandidati serioz dhe do rikandidoj për kryetar PEI-s, nëse se merr nesër Taulandi pas 4 viteve, mendoj se ka shumë gjasa të mëdha ta marrë PEI-n, nëse nuk do jetë prap kandidat Gazmaxheri ose nëse LDK-ja nuk do të gjejnë një konstelacion më të duhur për fitoren në PEI. Dhe komuna të tjera, s'po di, Prizreni po mendoj se nuk ka rival, Saqertota duket që është një njeri që është i dashur në qytet, sado që po shihet që edhe kena koalicione gjithkohë këtu, që kjo që po thonë kolegë që këtë partit opozitorin mbo blok. Dhe kjo mundet me shku në favor të vetëvendosjes, sepse po shihet një dy bloqe, bloqi i proveve dhe bloku antiveve. Dhe kjo nuk mundet me bëu fort nder edhe rritjet vota po marrën mendja opozitës dhe fituesi më i madh në çdo zgjedhje lokale, nëse do fitohet Mitrovica, nëse do fitohet Prishtina, Fush Kosova, atëherë fituesi absolut i këtyre zgjedhjeve po metet që del vetëvendosja. Pra vetëvendosja për një fitore absolute në zgjedhjet qendrore, po kalon edhe një shtirje të madhe në zgjedhjet lokale dhe më merr mendja që konstelacioni politik Kosovë vetëm po betonizohet dhe fitoria Albin Kurçit me 28 dhjetor se me 4 janar pothuajse do jetë plebiscitare, do jetë edhe më e madhe. Nëse do ndodh. Mendoj se nëse do ndodh fitoria e vetëvendosjes në Mitrovic dhe në Prishtinë, Fush Kosovë, vetëvendosja do arrijë edhe 50%. Pra 50%.